Edhe këto janë reflektime, gjithë shka që unë që analizoj e bëjmë mbi këtë paradigme, këtë principin e parë, se të mban të shëndetshëm kur e ke një princip pak. Dhe ideja ime për këtë foltorën është po kjo e krizës kulturore. Do më thënë, qofse ke vënë re, këto kohët e fundit, kam më shumë lajme për opozitën, se që duhet të ketë lajme për lajme. Ishte paka shumë një idiotlik, në qofse fatkeqësisht një marrën të aksidenti që u bë me autobusin e Unazës me atë vajzën e bicikletë. Po. Dhe gjithë lajmi, gjithë andej ishte lajmi që autobusi merr përpara bicikletën. Ndërkohë që në një vend të shëndetshëm me principe normale duhet të ishte bicikleta hyn me semafor të kuq. Që të kuptojnë njerëzit që ky është lajmi, që nuk bëhet kjo punë. Okej. E para. Dhe tani pse ta nidha me këtë budallikun? Sepse edhe ky më duket budallik, gjithë kjo lëvizje e madhe. Dhe duke e marrë parasysh kontekstin që gjitha lajmet këto kohët e fundit janë për opozitën, them, ore opozita është e përbërë nga budallënj. Dhe siç ta kam thënë një herë këtë, jo. Se duhet të jesh o budalla o shejtan. Dhe unë nuk them që opozitarët janë budallënj, po janë shejtenjer. Apo shejtan budalla? Ja, janë shejtenjer, jo budallënj, se budallënj janë fare këta. Okej. Janë shejtenjer. Dhe domethënë, ti të mbushësh gjithë lajmet me opozitën, është një tmerr i madh që është për ata që e njohin këtë histori dhe për ata që e kanë parë këtë histori po më përpara dhe që është kaq e afërt e shkurtër, është për njëjta gjë si me përçarjen me Lulbashën e me ku dëgjon etj. Pra bëje këtë kopshin këtu por opi, bëje copa e thrime dhe epi drejtim mbaj me material janë 1 vit ja 2 vjet. Tani si e shikoj unë këtë pjesë? Që sa nga ata që pinë cappuccino, kafe apo ku dëgjon çaj ça pinë këta apo salep, janë mjaftueshëm të fortë për të bërë diçka të tillë. Unë them që nuk janë. Po e para një, sepse të gjithë janë mjaftueshëm me eksperiencë për të kuptuar që ajo nuk niset ashtu. Një, janë të gjithë me eksperiencë për të kuptuar që ajo nuk niset i vetëm në luftë, sepse ti e ke parasysh kur vetë i vetëm në luftë, e ke parasysh pastaj se çfarë erë mban gjaku. Ka një karakteristike. E treta, janë të gjithë me eksperiencë për të kuptuar se sa zgjat fishek zjarre. Pra fishek zjarre nuk është zjarr që të ngroh, por është zjarr që mban shkurt. Dhe mua më duket thjesht një fishek zjarre kjo. Dhe e shikoj si një skem të mirë organizuar, të gjithë këtyre shejtenerëve që janë vërtall. Është skem, ti thua që është një marrëveshje Berisha Seliani e gjitha kjo në perspektivën time është një lëvizje e tillë. Është një lëvizje e tillë. Është gjithë me plan tonë, nuk ka gjithë vërtet. Absolutisht, por absolutisht. Sepse edhe sikur të kishte të vërtet, në rastin më të mirë do ishte një delir i madh nga zotëria. Dhe në rastin më të keq, do ishte një gaf nga zotëria, që s'besoj që bën gafa në raste të tilla, sepse ka mjaftueshëm eksperiencë. Dhe po doktor Ilir Ali Mehmeti, që tani nëse për Selianin mund kemi rezervat tona, besojmë nuk ka qytetar që mund të ketë diçka në mendje kundër doktor Ilir Ali Mehmeti. Pse është bashkuari? Apo pjesë e skemës? Shiko, fakti që unë po interpretoj këtë tani është një tmerr i madh për mua intelektuale, kupton? Është si të më vësh mua të jap mësim tani në klasë të parë. Dhe të interpretoj pse piu kafe është njësoj të bie në këtë batakçillikun e banaqeve të darkës, që iret leshi pafund dhe masivisht duke mos folur për asnjë gjë që është e qëndësishme për mua si individ, për familjen, për shoqërinë, për Shqipërinë, që është ditë zeze, kupton? Dhe nuk e shikoj këtë kontekst që doktori, pra Ili nga krau tjetër, ka marrë në iniciativë. Pra kjo është si puna e saj, ra shkau gau pa dau, se vajti piu kafe dhe u mor sikur ishte në lëvizjen e madhe. Ishte në Durrës bashkë në krahët e Selianit tani. Po mund të ishin 20 veta, 30 veta në Durrës, nuk është ai problem. Mund të vija edhe unë ti në Durrës. Nesër dhe interpretimi do ishte që u bashkuan lëvizje, po s'u bashkuan lëvizje, kupton, nuk ka lidhje fare. Nuk ka lëvizje. Në thelb të thonë nuk ka lëvizje. Në perspektivën time nuk ka lëvizje. Nuk ka lëvizje, sepse janë të gjitha format e gabuara se si të mos bësh një lëvizje. Pra ky është manuali si të mos bësh një gjë dhe si ka mundsi këta njerëz kaq të ditur, kaq me eksperiencë në këtë skatër politike, bëjnë pikërisht si nuk duhet ta bësh një gjë. Dhe bëjnë pra pyetjen si budalla që jam unë, këta janë budallënj apo janë shejtener? Unë them që janë shejtener, nuk janë budallënj. Dhe gjithë kjo ide është në opinionin publik që po krijohen lajme për opozitën. Ndërkohë që opozitë s'ka dhe opozita lajm prodhon.